Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Miqtë të televizionit Arbëria dhe ju shikues të emisionit për te tregimi, mirë se po takohemi edhe sonte bashk me tema, me mysafir, me figura, personalitete, të cilët dinë çka t'japin dhe tregojnë shumë gjëra interesante. Me qëllim kësaj radhe kam ndruar pak temën e rrëfimit e tregimit e historisë, sepse mendimet, besimet të qenurit besimtar, të qenurit shkencëtar në formën e vetë secili, sot na bën që t'jemi më të fortë apo më të dobët në vendimare apo çka do tjetër. Sot do të flasim për fen, shikues të dashur, do të flasim për psikoterapinë, do të flasim për të qenurit imam, do të flasim për të qenurit teolog e ligjërues. Të gjitha këto pozita sot nuk i përmenda rastësisht, sepse personi që kam përballë ka ecur në secilin nga këto pozita dhe ka studiuar, e ka lexuar, e ka shkruar shumë çka në mënyrë që sot ta ndajmë me shikuesit e televizionit Arbëria. Me shumë kënaqësi sot i them mirë se vjen në studio Drilon Gashit dhe do të kemi shumë çka për diskutuar. Drilon, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta në këtë emision, po m'pëlqen atmosfera, shpresoj që t'ja kaloj mirë. Faleminderit shumë, qëllimi ynë është që t'ju bëjmë të ndiheni si në shtëpi, vend i vogël, po me domethënie shumë të madhe apo jo. Është nder edhe është privilegj kur njerëzit gjejnë kohë edhe me ardhë përballë me diskutu një histori jetësore dhe jo vetëm personale, por edhe profesionale gjitha këto. Unë thasha të më herë për shikuesit tanë që ke qenë imam, ke qenë ligjërues, teolog, psikoterapist, është një farë lidhje shumë e madhe apo jo. Kam punuar edhe në kuvend një kohë. Edhe një kohë ke punuar në kuvend, gjitha këto, por na jemi këtu për t'i rikthyer gjitha këto çfarë keni punuar. Sot është shumë e rëndësishme Drilon që sepse secili kemi këto sfida, batica dhe zbatica në jetë profesionale, besa familjare, shoqërore, gjitha këto na formojnë neve se çfarë jemi apo jo. Është shumë e vërtetë. Edhe po unë mendoj që mas më rëndësi është kur njëri din me lidh arsyen, me lidh mendjen, shpirtin edhe gjitha këto, a me besu në këta, në fund krejt, unë nga njëherë me shoqëri kur diskutojmë, them që kur të arrihet në qëllim, pa i bot dëm tjetrit, nuk ka rëndësi a beson në fe, a beson në shkencë, sa i lidhje me Zotin apo jo, po me rëndësi që qëllimi të arrihet pa i bot dëm dikujt apo jo. Sot këtë kam për me të bërë shumë pyetje. Thonë gazari s'ka pyetje të gabuar, po unë pës, andaj ma arsyeton se çka do që kemi të bëjmë me këto çfarë na sot ju kemi ftuar. Tregon pse mandej në fund në psikoterapi, por ju keni filluar si teolog, keni ligjëru, keni qenë imam. Tregon më pak këtë pjesën, sa ju ka bën mundi mirë me fol fetarisht në fakt. Sot nuk e marrë me fol si profesionist. Absolut. Po e marrë me mi shprej disa gjona, njërë të lirshme, edhe po mënona mos me folë shumë me kognicion, me arsytim, po mënona me folë me ndjenja. Këto ma kam mësue që ashtu që përmene psikoterapia, vitet e funit. Po, është e vërtet, secili e ka atë rrugën e vetë që ashtu që përmene, Valentin, edhe unë e kam ato rrugën teme, reflektimet e mija, kalimet prej një pozitën tjetër. Nuk u konë e letë, u konë shumë sfiduse, po gjatë kësaj rrugë kam mësua edhe shumë sene. Që thënë edhe populli, pa u pedat nuk forcohesh edhe qashtu është e vërtet. Edhe Rumi ka thonë, bash ato plagët e thella dhe për të drita e dillit. Edhe du të mu mësu me pa gjithmonë pozitumin e jetës, atë anën e mirë, që ka mësova në prej qësaj, që ka doshti Zoti me ma dhonë një mesazh në qëtë përvojnë, në qëtë sprovë, në qëtë rrugë, edhe që to janë që na bojnë ma të fortë, që to janë që na bojnë ma të rritun, ma të pjekun, ma gjëtdishem, ma të ndërgjetëshem, ma të fortë për mi përbalu sfidat e jetës realisht sfidat janë gjonat që na mësojnë mas shumëti. Dhe bashkë ato senet, kur neve na duken që janë ma të erta, ma të
ma të dhimshme, bashkë që ato plagët janë, si me thonë, ato angjujt tonë që po dojnë me na mësu diçka. Po, është e vërtet, s'po du shumë me folë për të kalumen, sepse nuk mujmë me ndryshu. Por ajo që po dojmë me folë është për të ardhmen edhe mësimet që ne i kemi marrë për i të kalumes, ndoshta do t'i shërben dikuj që kalon një rrugë ngjashme edhe pse jo. Po, është e vërtet, unë fillim kam kryer studimet me vitet tona në Shtetet Arabe, me qëllimin që me studiu fejen, me studiu rrugën e Zotit, babgjyshi jam Rahmet Pas ka qenë shumë besimtar edhe familja. Edhe gjithmonë ka interesue Zoti, jeta, pse unë jam, kush më pruni, ka po shkoj, ç'a du me bon këtë botë, cili është ai ideali jam që unë du të me ndjek edhe ka du të me lënë pas. Edhe që kjo më ka quë Prishtinë, prej Istogun Prishtinë, jam marrë medreze, kam përfundu medrezen, pastaj ish mas lufte vështirësi ekonomike, financiare, gjitha ato vështirësi kam përballu, kam shku në Shtetet Arabe, vetën, pa e ditë mirë as gjuhën, pa e njoft as vendin, kretë një edukat në ryshe, një vend tjetër, njerëz tjerë, mentalitet kretë i kundër. Sa kohë të ratë që ndrësh atje? Wallahi një 15 vjet, 4-15 vjet kam na jetë në Shtetet Arabe, po atje kam kryer shkollën, po shumë mirë, se studimet më të mëdha të mia, shkolla e lartë, atje mas medrezes, fakulteti, studimet bachelor, pastaj edhe studimet master, edhe mas masterit kam ra me shku edhe kam qëndru atje, janë vitet tona, përvoj e madhe. Përvoj e madhe, padyshim, po. Sa mirë. Një farë dallimi i madh nga jetesa atje edhe këtu, është pa diskutuar. Po shumë i madh, po shumë i madh. Fetarisht dhe në mënyrë shëndetësore, jo mos them shkencëtore, apo qysh ta përkufizoj, sa kohë i vjen personit, njeriu që të adaptohet në një ambient tjetër. Po flasim veç për adaptimin. Mulet kjo pak. Po, adaptimi është diçka e vështirë, nuk është e lehtë. Bilem njëna pe gjonave që meriton ose meton të flitet për to në seancat psikoterapeutike, është edhe ndrimi i ambientit, ose shpërngulja prej një vendi në vend tjetër, nuk është i lehtë, është shumë i vështirë. Edhe unë jam sfidu në këtë pikë shumë, kam ndru edhe banesa shumë, kam ndru edhe vende shumë, edhe në Shtetet Arabe kam qenë vende ndryshme. Nuk është fare i lehtë, po me vullnet, me këmbgulsi, me qëndrueshmëri, ja arrin tana. Edhe qyshe për mena, sendet e vështira të kalitin, të bojnë më të fortë. Edhe nuk du të më dorëzu asnjëherë. Absolut, bile, unë mendoj që të krijojnë përvojat të ndryshme të vështira, krijojnë ai që je sot, apo jo? Kam shku, kam marrë pare borç, kam shku, ndoshta nuk na kanë prit as mirë, më mend herën e parë, kur pa ta shku në Siri, aty u bën një farë bombardimi diçka, ishte vakt lufte, vendet arabe ndizeshin zjarr, edhe na shkum pa viza, se s'kish ambasadë Kosova të Siris, sa të kësaj dite nuk ka. Do fëkim me shku në Beograd me mora vizën në Beograd në atë kohë. Edhe na sa ishim dalë pi lufte, po flas para sa vjete, para se me shku në Arabi, edhe kur shkum atje, na shtinë në burg të aeroportit, pse se na po dojmë me hy ilegal. Na kishim dëgju që vizat i morim kufi, edhe preqen që për japim rishfet aty në policëve, aty në ushtarëve, as dishim as shka është rishfeti, as shka është ka bohat, as ish bohat një farë sulmi terrorist diçka, edhe neve në ndale në shtin në burg të aeroportit, këto për herë të parë po thëmë publik, ka qenë shumë e ranë, sepse ishte edhe Ramazan, na ishim gjinushem, na menum atje që kanë në prit me lokuma dhe me trandafila, edhe na futën në burg e moj men si sa 6 veta imi kanë, për herë të parë po dojmë me mësu fejnë. Atje kishin me dalë 2 veta me na prit, u konë diçka shumë e vështirë, edhe si sa dhe moj me na shtin me tyta të aeroplanit, me na burgut të aeroportit, të kem nejt 48 orë, në fund të kem në nshkru, s'kem dit as shka kem në nshkru, me Turkish Airlines, që nëse nuk e pagundi edhe biletën këthyse, ju ndalohet edhe fluturimi, edhe na kanë këthy dejmë Prishtinë. Pra, u konë shumë e vështirë, sa vështësi me gjithë biletën, me gjithë paret. Thash sa ishim dalë pi lufte, kur shkum atje, na shtinë në burg, na këthim rapa, 4-5-6 ve kanë lanë studimin e fesë, që kanë përjetue prej asaj kohë. Unë e maj men me një shok Beharin, që po e përshëndes, mbati s'kam bisedu me ta. Shumë mirë. Pastaj
prap kem gjetë pare tjera në për organizata arabe në atë kohë në për kurse kam mos, edhe nuk kem dërzu, jem shku tani në Jordan. Edhe atje në ka prit një jordanez, ka e tje, na e bom pi Kosovës, we're from Kosovo, jo jeni pi Kosovë, jeni dalë pi luftë, na puthin ballë, na qete shtëpia vetë, na ka këqyrë, na ka si djemtë vetë, edhe nuk kish pas e vlad që 11 vjeta jemi martu më s'kam e vlad, lut në Zotin ku shkani në Qabe, se na kishim shku në Qabe, në Mekën, në Medinë me him provim, që Zotin me falë qik. Edhe vallaj e kena bo një lutë jonë edhe Behari, pi zemrës, që Zotin mi falë e vlad atina personi ati Arabi, edhe sot e kam Jaran, e kam një Ismet. A ka fëmija i tash sot? Edhe mas 3 vjetë më ka thirrë edhe më ka thonë unë kam një vajzë me emnin Fatime. Edhe bëj shajgare me Beharin se di kujna Zoti ja ka prandu doan, a mu, aty, a atina. Po gjithat e keni bërë. Ka qenë rrugë e gatë, ka qenë rrugë e gatë, o zëtë sa kemi hek, në për podruma, në për... kem hek keq me marrë dhe familje tona, se për shembull gratit tona nuk kanë pas leje qëndrimi, që kem hek veç me marrë leje qëndrimi në shoqës, u do më shku të mbreti atje i Arabi Saudite në atë kohë, me marrë leje qëndrimin edhe me fut diku një kurse, në atë kohë s'ka pas as fakultet për gjinin femnore atje në Arabi Saudite. Nuk ka qenë. Jo. Do të thotë femrat gjithë të pas sfida edhe vështirësi. Në atë kohë, qa kem hek. Kur i kujtojmë sot me shoqen tem qa kem hek, thamë o zot, po që to, po thonë prapë të kanë bo ma të forë. Gjanat e vështira janë pak edhe ma intriguese kështu, sepse diçka që ka përfitohet më vështirë, tërheq më shumë për me bëha drejtësoj, apo jo, shumë e vërtet. Mirë, kjo pjesa e shumë sfiduese dhe me siguri ki shumë qka për të folë. Drilon jam shumë e sigur, po kalojmë pak të, jo pak për shumë, të pjesa pas, kër e këthy në Kosovë, mandej ke qenë edhe imam, dhe kër e këthy, ka ndodhë kjo, apo jo, sepse atje ke kry studimet. Folëm, ma thuaj veç pak këtë periudhën e imamit, të qenit imam ligjërus, po tani nga erdhët e psikoterapia. Një lidhje shumë e mirë dhe nevojshme për më kjo. Unë i kryva studimet edhe si çdo student që e kryen një shkollë gjatë, prita me shërbi ku të vinë vendin tem, edhe erdha po pa përvojë. Unë kisha mësu teorinë, po praktikën isha out me tana. Po. Edhe e kujtaj, aplikova në bashkësinë islame, prita një vjetë, e mora një xhamin pej, atje në 11 edhe kom shërbi aty një 2 vjetë e gjysë, 3, gati, kam qenë ligjërus, teolog, khatib, muallim, mësus, edhe ishte një përvojë mirë, më kanë dash të veni rrethina, po isha i ri edhe isha në vend tjetër, se unë jam i Stogut me origjinë, po në pej kam qenë imam. Pastaj ndodhi ajo që ndodhi, e din njerëzit, nuk e prita, edhe kjo konë diçka shumë heron, shumë sfiduese për mu. Keni pas edhe një bashkëpunim, në fakt të qenurit imam është drejt për drejt bashkëpunim me Bikun, apo jo, me bashkësinë islame të Kosovës, sepse në Biku si institucion, për gjithë ata që na shohin dhe e di që mund të na gjykojnë apo jo, shumë gojle e fortë, sepse diçka që e kemi profesionalisht të lejume, nuk në ndarë asgjë apo jo. Shumë akuza e ndërtuar edhe me herët në institucionin e Bikut Drilon, po jo nga njëherë jo veç individuale, por gjithë përfshise si institucion, por me gjitha të, në fundit llogaria për individualisht, apo jo, sepse gjithë punësojmë individualisht dhe përfaqësojmë një institucion, në këtë rast Bikun. Si dhe që tjetë, atëherë ke pas jo mendimet e njëjta, unë mendoj që sot nga masa, largohesh në momentin kur nuk mendon, ose nuk pretendon njëjtë si ata. Edhe për me qenë ndryshë nga të tjerët, është pjesa ma e vështirë apo jo? Është e vërtet, mu tha, je devius, se besoja që feja për shembull nuk bjen desh me shkencën, edhe s'duhet me ra në konflikt, ti ke deviu, okej, edhe më përjashtun pi pune. Pas sa kohë, nga Pas 3 vjetë shërbimi, u konë shumë e ronë. Cila ka qenë fix arsyeja që është shkruar, është thonë, pse devius? Devius, mund me thonë, se cili për çka do, po pse? Që kjo, konë që unë e kom pranu për shembull në atë kohë teorinë e evolucionit, edhe kom thonë s'bjen desh me Kur'anin, kom besua që parajsa duke u nisë prej kësaj bote, nuk është vetëm ekskluzive për musliman, po është për këtë njerëzit që bojnë vepra të mira dhe që e dojnë Zotin. Edhe kom pas thonë që këto magjit, yshtet, namatisesit, ata që frynë,
Ka ardhur koha që si me thonë, me avancu qëto sene, sot shkenca ka avancu shumë, kemi shkencën e psikiatrisë, shkencën e psikologjisë, psikoterapinë. Edhe hajde të shpjegojmë qëto sene në mënyrë pak më shkencore, pak më moderne. Nuk kam ditë nashta mi shpjegu mirë në atë kohë se kam qenë edhe pa përvojë, thash. Edhe ka qenë edhe prova e fundamentalizmit, ekstremizmit islamik gjithanej, edhe unë fola kundër. Nashta s'kom ditë edhe mu gjetë, s'ka pas kush edhe me më këshillu, edhe rash në konflikt, ndodhi e që ndodhi dhe u largova pi pune. Po, u konë vallaj e vështirë, sepse njeri kur kryjnë për shembull 15 jetë, 20 jetë shkollë për me shërbim vendin e vetë, Çfarë këshillash edhe të mbyllet për shembull dera, vjen një gjendje ku të mshelet, të bëhet tërë gjithka, tash ka. E moj mend si sa sa mora si me thonë vendimin përfundimtar që je i përjashtuar pi pune edhe nuk i drejt më kthej më. Moj mend pa takajt, ju luta Zotit. A mua di që thellë në shpirtin tem ka ardhur një za që ka thonë, okej, ata ta mbyllin një derë, mo tash tu hap dera Zotit, edhe fillova me kuptu Zotin, edhe ma me thellësi, edhe ma me shpirt, që edhe nëse të mbyllet një derë, Zotit i hap dyrë tjera, dhe bashkë që kjo ka një klik për mua dhe një vetësim i ri. Edhe bashkë edhe në qëtë kohë të fështirë e kom pas edhe një problem në familje. Si shkrej që mund me pas? Kjo problem edhe këto problemet e tjera më kanë qu pastaj te psikoterapia, që sot jam në avancim edhe në specializim e sipër, që po më pëlqen shumë si drejtim i ri, kom gjetë po më duket vetën mas 20 vjetë, edhe unë edhe shoh që jem psikoterapi 2, edhe po studiojmë, endje kem ndjek disa trajnime, edhe në psikoterapinë trupore, edhe në psikoterapinë pozitive. Kush dallimi mes truporës dhe Okej. ma trego pak pozitive? Po, psikoterapia trupore e ka themelu Wilhelm Reich. Wilhelm Reich ka qenë nxënësi i Freudit, edhe pas shumë seanca me klientat e vet, me pacientat e vet ka ardhur në përfundim që nuk kena nevojë shumë me bisedu për traumat tona, për stresin ton, për depresionin ton, për angthin ton, po traumat, tensionet, ngërqet, energjia e blokume, organi që e qunë Reichi, është në trup, sepse trupi e runë gjithçka. Edhe me qenë se telashet tona janë të akumulume në trup, atëre, po shkojmë me një ngjeshje trupit, me një qetësim trupit, me një grounding, me një tokëzim të qenjes tonë, të trupit tonë, po shkojmë të vetja jonë edhe vetë trupi ka me folë. Edhe pastaj janë disa teknika, disa ndërhyrje, disa masazhe, disa ngjeshje, disa meditime, për shembull që i bëjmë në atje në psikoterapinë trupore, që shkojmë deri te shkëndjesia, deri te ai driloni i brendshëm, edhe ai flet, edhe shprehet, edhe ato, si më thon, ndjesitë e shtypuna që nga fëminia na vjen koha kur hapim kutinë e Pandorës edhe dalin ato, sepse ja u kena nxonë gryken në mënyrë pavetdijshme. Mënyrë pavetdijshme sepse na kur jemi kon fëmijë për shembull, na kanë thonë, mo, tita, zban, ti s'pëdin, shuj, ti s'munesh, na kanë bullizu, na kanë shandashta, na kanë dhunu, na kanë reka herbesa. Edhe na kem qenë të bresh në atë kohë, edhe si fëmijë për shembull, fëmija kur është i vogël për moshës 0 deri në moshën 6 ose 7 vjeç, ai është shumë i natyrshëm, i ndin senit, i përjeton edhe i shfaq ndjenjat e veta në mënyrë të natyrshme. Por ndjenjat e tij shpesh herë, si më thon, mesi, rrethi, familja i gjykon në mënyrë të pavetdijshme dhe ata, si më thon, ja vrojnë, ja prekun të ndjenja, ja shtypin, edhe fëmija tash ti e mëson, sa herën e shfaqi këtë ndjenjë, po ma kërsasin. Atëherë mos e shfaq këtë ndjenjë, blloko këtë ndjenjë që të një armaturë, që të një mekanizëm mbrojtës, edhe shkon në arsytim. Tani folin shumë të mundu me arsytu gjana që kanë mi shprej me zemër dhe me ndjenja. Prandaj, si më thonë, personaliteti jonë shpesher është i betonum me armatura, të cilat neve na kanë ngursu dhe na kanë shtim rana një pjesë që na dënë medalje dhe me morë frim. E që kjo pjesa jonë e ndjenjave, emocioneve, ndjesive, e shtypun pra, psikoterapia trupore për në mësën që me shku të qajo pjesë, me ledhatu, me mbështet,
me përkra, edhe me qitë në pa, edhe me ngjesh pak energjinë e bllokume, edhe me lirua qëto tensionet që i kemë trup. Momenti që kuptojmë që kjo është thjesht një energji, një tension, edhe e lirojmë edhe kuptojmë as pari me ndjesi, pra e ndim. Jo me kuptu sa i driloni mrena nuk kuptan shumë me ndjesi. Ndjenja nuk është e arsyshme, po mënoj nuk është a i driloni mrena ka që veç me dëgjua dhe me ndi, nuk merr vesh shumë me logjik. Pra badihati e kupton logjikisht, pa e ndjenjen, s'mundesh me liru. Prandaj në psikoterapi trupore po mësojmë me ndi veten tonë edhe me shfaqet anë mënyrë të natyrshme edhe mënyrë profesionale, mënyrë të shëndetshme që mos me shtyp ma shumë edhe mos me rrit ma shumë, po me shëru edhe me mbështet. Shumë po më intereson me ditë edhe po ndëgjoj shumë edhe mendje. Desa psikoterapia pozitive është e ka themeluar Nusret Pashkiani, ka qenë iranian, i dalën në Evropë, specialist i fushës, edhe është ma shumë, thash me pa pozitivitetin edhe pozitumin e jetës, është ma shumë, është një metodë tjetër, një qasje tjetër, një balans trupore. Me mendjen, është ma shumë fizike, apo është mendore? Ma shumë mendore, ma shumë me fjalë, ma shumë me tregime, dërsa psikoterapia trupore me njëherë direkt të trupit, të ndjenja, të ndjesit. Çfarë kombinime, çfarë zinxhir në fakt, apo realisht është e vërtetë që na e kombinojmë edhe bëjmë një, si më thon, terapi holistike, integrative, që i morim teknikat e kësaj psikoterapie me këtë tradit psikoterapie dhe kombinojna del diçka shumë e bukur. Sa e komplikume, Drijan. Sa po fol, është shumë interesant në psikoterapi, në seanca, gjitha këto, është e pa e mundshme, për shembull, intervistuesi në këtë rast. Ai që interviston, ju jeni intervistuesi, unë intervistuesi, ju intervistuare në fakt. Po është shumë e pamundshme pa hyrë në botën çka ju tregoni. Derisa po tregon qysh çka tek, unë 2-3 herë mundova me gjetë Valentinën brenda, atëherë tash dhe qysh kemi rrugtu si fëmijë edhe si gjenerata dhe si gjitha këto. A është traum apo problem shumë i madh nëse nuk mbrin që ato të shtypërat që i përmendë më herët, që dikush ka thonë mos bë këto, mos prek ato, mos e trej ky, mos ai, agjish, gjithë kemi pas dikon tjetër si pushtues, mos e prek këto se e thirim ato, edhe do të thonë, a mundet njëri me funksionuar lirshëm në jetë, në moshë të rritur, nëse nuk mbrin me e njoft çat personalitetin më herët që ka pas, ose të metat, ose problemet, ose shtypjet maksit që ka pas. E qartë, shumë pyetje interesante. Vish pata me shtu para se me dalë të shikja, që feja për shembull edhe psikoterapia kanë shumë sende të përbashkëta. Mu psikoterapia ka pru me kam tokë edhe ma ka mundësu me kuptu edhe fenë edhe thellësinë e fejes edhe ma mirë. Feja që e na mësuna me dëgju feja tradicionale shpesh kërkon bindje, ndërsa psikoterapia kërkon vetdije, kërkon kuptim, kërkon thellësi. Kur bashkohen që të dyja, po krijojnë shpëtim. Cila është më e vështirë me u praktiku, me u pranu, me u bind? Cila është? Ma e vështirë është feja, sepse feja kërkon bindje, nëse s'bindesh, Zoti ka me dënu realisht, edhe po na friksojnë hoxhellarët, unë kam qenë pi atyne. Du të mju tut Zotit. Pse du të mju tut Zotit? Du të me dash Zotin. Zoti neve nuk na ka kriju neve me na dënu, po na ka kriju me na dasht, me na dhënë mundësinë mu zhvillu, me u bë ma të vetëdijshëm, mu ndërgjegjësu. Feja është ndërgjegjësim. Ja, du të mju tut Zotit, du të mju friksu Zotit, na kanë shtil merën. Le që jem tut në fëmijë, tash edhe kur jem rrit, feja na ka përforcu qatë traumën që veç me tut arrijen gjana. Nuk duhet ashtu. Feja nëse keq kuptohet, neurozat edhe psikozat i rritë edhe mundet me shku deri te Zoti na ruaj deri te një çrregullim. Prandaj duhet me pas kujdes ata të cilët flasin emën të fesë dhe shpjegojnë fenë me ditë çka po prekun, ku po lindojnë edhe apo bojnë më mirë, a mos po bojnë diçka më keq. Është shumë e rëndësishme që kjo pikë. Sa është e vështirë ose e lehtë? Për shembull, një klient hajde që pëzojmë unë në këtë rast. I përkas mbasi unë i përkas fesë muslimane, por po e zonë që jam fe krejt tjetër. Katolike, ortodokse, që nuk ka të bëj me muslimanizëm, edhe po vi si kliente te ju në psikoterapi. Cili është dallimi që e praktikon, ose sa ta ndihmon, ose ta vështirëson punën
Drilon, nëse unë vi dhe kam një problem, shumë probleme dhe nuk po e gjej veten aty mbase ku po mendoj që jam. Edhe besoj krim diçka tjetër, jo në islamizëm, jo në muslimanizëm, çfarë e parashë feja islame. Cila praktika që mundesh të bëj me ta? Asnjë dallim. Sepse psikoterapia, po edhe realisht edhe esenca e fesë është që na me shikua shpirtin e njeriu që po vjen edhe po përballesh ti me ta. Nuk ka rëndësi feja që ti e praktikon, besimin që ti e ndjek ose konceptet e tua filozofike në jetë që ti i ki. Nëse ty po të bojnë sens edhe po të bojnë mirë, vazhdo të ndjekësh ato. Nuk është detyra jemja me të kallëzu çka duhet me besu ti edhe çka duhet mos me besu. Sepse na në psikoterapi nuk imponojmë gjana, nuk japim fetva, nuk japim as këshilla. Unë nuk jam këtu me të kallëzu ty çka duhet ty në jetë. Ti vetë ki me gjetë, me një reflektim që ti ki me bo, me një mbështetje që ki me marë, me një vëdësim që ki me arrit, ti vetë ki me gjetë përgjigjen edhe boshtin e problematikës që te e qujte. Pra nuk është të jam me gjyku asë njëherë, absolutisht. Kam ndalu me personalisht, moralisht, edhe fetarisht me gjyku njerëzit. Me bo dallimet e ti. Jo, sepse ato dallime nuk realisht, na kur bëjmë dallime, edhe kur nuk e pranojmë, se me thonë tjertë, na nuk e pranojmë një pjesë të vetës tonë, sepse ajo që ka është jashtë është një pasqërim i asaj që ka është mrena. Masane kushtat ty që këto mendimet e tua, kjo e vërteta jote, është ma e mirë se sa e vërteta e tjetrit. Se me thonë, e tjetri, edhe ai ka bo një rrugë, edhe ai ka një reflektim, edhe ai ka një gjurmim, edhe ai ka një studim, edhe ai ka dëndjesi, ai ka dëndjenja për ta, kjo është e vërteta. Për ty, është një vërtet tjetër. Po. Okej, na mujmë ndohet vërtetat, po pse duhet me imponu tjetrin? Unë jam kundër imponimit. Kohë më parë, para se më njoft këto studimet që po këto studime, edhe unë kam qenë imponues. Pse çashtu i rrit, çashtu i eduku, çashtu edhe na ka mësu. Kjo është e vërteta edhe u kry. Po tash masane na thëshin jo Zoti e din më mirë, Zoti e din të vërtetën absolute, nëse kam vërtetën absolute. Nëse unë jam një person, një bubrec, po them atje në univers. Çka din bubreci, çka ka në univers? Ai bubreci mundet me ditë, universi i tij është ajo pema që po ngjitet. Po tash çka më bë? Sokrati po thotë unë e di që s'di kur gjë. Edhe në psikoterapi, domethënë bashkë atëherë kur na themi kemi një postulat, bashkë atëherë kur të mendon që e ki gjetë psen, bashkë atëherë kemi kuptu që nuk ka konë qashtu. Edhe pseja nuk ka përgjigje të na. Se është një lodhje e trunit, edhe është një angth shtesë nëse na për gjithë shka mundohem me gjithë psen. Unë s'po jam kunaj tash mos e merë që Driloni është këti kontra tash edhe po folë vëq për ndjesit, po folë vëq për ndjenjat, emocionet, e kalon mendjen, e kalon arsëtimin. Jo, edhe ajo ka vendin e vetë, po në fundit, edhe në filozofia t'je pyetja pse, edhe pse është kurrë pa përgjigje, gjithmonë të shtën me reflektu edhe me zbulu diçka ma tre. Ma sa herë të shkojsh të një cak, të një përfundim. Por si ajo loja me game, me siguri ato lojat qenë me ato po zbulon që është ide tjetër që ti duhet me zbulu edhe duhet me shku edhe zbulon që e vërteta. A shkojnë tu rrit ato levelet, ma i vështirë që janë, sikur në loja televizive apo jo? Apo shkojnë tu letu? A varet në çfarë faze dhe çfarë është atë një fjalë e profetit Muhammed që po thotë mes njeriut edhe Zotit janë 72.000 perde. Edhe sa herë të zbulon një perde, e hesh një perde, del perde tjetër. Okej, ti afrosh afër Zotit, po kur nuk është që me thonë e gjeta. Gjithmonë Zoti po don me të ngrej, edhe po don me të shty në një vedije më të lartë, në një shkallë më të thellë. Dhe ç'është është krejt. Po sfidohesh realisht, po sfidohesh apo jo. Kjo është bukuria, kjo është mrekullia e jetës. Po. Çdo herë diçka e re edhe ma sfiduese, ma të them thojza problematike. Drilon, më herët e diskutuam çështjen e je lut te Zoti kur na nuk e kemi ose nuk na shkon diçka ashtu siç e kemi planifikuar, lutemi edhe kërkojmë ndihmë te Zoti. Me fat që edhe kjo shumë herë përmendet nga shumë njerëz të tjerë. Realisht unë edhe në bazë atyre parimeve dhe nisna, edhe nisi mëngjesin kur kemi diçka sfiduese, për shembull
e mendojmë që një derë është mbyll, po tjetra është hap, fetarisht. Dhe kështu mendojmë, do të thotë kur besojmë diçka në fuqinë e Zotit që është dikon që diçka na ndihmon. A është edhe në praktikën e psikoterapisë që veç pak kur të mbyllet një derë, veç pak thu se u hap tjetra. A është kjo edhe në aspektin e psikoterapisë? Është vërtet, njeri është një qenie shumë komplekse, është sikur janë ndërtesa që i ka 900 kate. Edhe tani na nga një herë na bjen vetdia, edhe bim në një kat më poshtë. Ose shkojmë atje te hija e jonë, ose atje te katet e përdhes, te icebergu jonë, edhe shohim diçka që s'na pëlqen. Ose na ndodh diçka në jetë që na e prek çatë ngjarjen, çatë traumën e fëminisë, edhe shkojmë atje te fëminia dhe bëhet mund errësirë. Por e mira e bukura është që kjo errësirë, pra momenti që ti shkove atje te katet e tua të poshtme, të nëndeshme, është mirë që ti po shen diçka dhe tash ti është rasti mu vedisu çka ka atje. Okej, e more vesh që ka një traumë, ose ka një ndjesi, ose ka një përjetim që ti të ka lëndu, e kuptove, po pastaj hajde se ti në disa kate tjera mos rreq aty. Edhe po qësh me shku, kjo është proces, dën elaborime, dën punë me vetën, e do të mja vetit, kose na dojmë sene që janë akumulu atje, nështë 30 vite, 20 vite, dojmë i zgjedh për 4 minuta. Nuk bëhat aty, nuk shkan, du të mi dhon vetit ko. Du të me marë pak frim, mja vetit ko, edhe e bukura është që, po, më këthit e Zotit gjithmonë në një manë. Më këthit e Zotit, po me lutë Zotin, me lutë më këthit e vetja jote, të shpirtë jetë, me pa dritën, me pa vlerat e tua, me pa virtytet e tua, me pa mundësit e tua, kapacitetet e tua, sepse, ka ndodhë disa gjana në jetë, po ti ki shumë virtyte, kapacitete, vlera që përmes tyne ti mund është me ecë për para. Se cili njeri i ka ato, veç du të mi gjithë. Na i harrojmë momenti kur në ndodha jo plaga ose në ndodha jo sprova, në arsohet njëherë. Po kjo errësirë është që na me pa dritën aty. Në momenti kur kthehem te vetja edhe shohim, wow, atje pas ka një dritë. E mora mësimin edhe e kuptova dritën edhe me ecë përpara, s'ka. Kjo është realiteti, s'ki çka bën. Dryla ndeshta më të pyet te ideja se sa funksionon për shembull besimi. Ndonjëherë për dikon na mundemi mos me u duk normal kur besojmë diçka. Shembull pe marr kemi shku në shumë mjek, kemi kry gastrografi, kolonoskopi, ingjizimet që kemi pasur probleme me shëndet, por dikush nga shumë larg ka thonë që një kroj, burimi një ujit në një mal, po i shëron ku për diu, në abdomenin, ose sytë, ose probleme shëndetësore, dhe personat fillojnë dhe shkojnë e konsumojnë që ta ujë që del nga bjeshkët, edhe thotë jam shëru. Qysh ma determinon këtë besimin në psikoterapi, sa i përket mendjes, edhe kjo tjetra e besimit në një diçka që mendon që po vjen nga natyra, nga Zoti. Si psikoterapist po të pyes tash, po edhe si person që ke ligjëru, si imam, atëherë që ke qenë, kur bashkë gëshëtohen këto dyja, sa mund me qenë funksionale, ose a e arsyeton personin që fillon me praktiku një gjatë të tillë? Po, lindja ka për shembull egon, perëndimi e ka selfin, e bukura është që njeri është mes, edhe ka herë do të me bo një balans mes idit edhe super egos. Po du me thonë që po njerëzit kur kanë halle, Valentin shkojnë gjithkon, edhe hallet qënë të dera e gjithë kujt, po unë e thash teolog kam qenë, po kur kom pas ato hallet e mia vetë kam shku te psikoterapeuti edhe fal seanca për shembull vetë që i kom marrë para po flas para 8-10 viteve, mu më kanë shty me reflektu, unë e teolog pas kanë qenë, po që to sene si kom ditë edhe ka kanë qatë shumë profesionale, qatë shumë të thella, qatë shumë më kanë prekte vedia jam edhe më kanë ndryshu edhe më kanë iluminu sa që wow, u kanë një vetëdisim, prandaj du të me pas shumë kujdes. Unë edhe kur kam qenë hoqë, kam pas raste që kanë arë më këshillu te one, ju mundu me kanë transparente, me ofru këshillat më të mira që i kom ditë, po ndoshta nuk kam qenë, si me thonë, profesionist i fushës, dhe kom thonë, po du me hi që sa i lami edhe me studiu,
edhe më bo specialisti sa i fushë, sepse na po këshillojmë pa kur far personalizmi, pa kur far rregulle, pa kur far protokolli, pa kur far konvente. Edhe përderisa bota ka evolu, sa në Evropë, për shembull, ki psikolog, shkolla ka psikologun, policia, ushtria ka terapistin, çdo familje ka psikologun e vet, edhe nuk është marrë me kërku ndihmë aty ku duhet, edhe aty ku shkenca ka zbulime serioze për problemet që na ballafaqohen me to. E qysh me ditë personi që ndihmën jetu e kërku aty adekuat, domethënë qysh me ditë që ai person që ti po kërkon ndihmën që aty ku po duhet, sepse shpesh herë i devijojmë rrugët edhe orientimet se ku duhet çka me kërku ndihmë. Po, këto zakonisht to ndihmat që neve na japin nëpër rrugë janë thjesht si fasha që ja qesim në plagës. Nëpër internet që gjithkush del jap shkrime mbi shkrime. Këto janë thjesht fasha kohë shkurtra, që e mbulon. Afat shkurtra që e mbulon thjesht plagën, po nuk e kuron, nuk e trajton. Edhe janë thjesht placebo. Placebo është ajo metoda placebo, domthonjë përmes suggestionit gojor, më ia thon do fjalë të mira dhe më ia borrafsh, po apet trauma është atysh. Edhe ka mundësi është edhe më e madhe. Prandaj duhet me pas shumë kujdes, në këto gjëra. Edhe me shku aty ku është profesionisti, aty ku është ku po shkojnë njerëzit e meqëm sot që është psikoterapia, psikologjia, po edhe psikiatria. Kom bërë disa pyetje me filozofë që kom pas në studio, po adekuat personin të një psikoterapist nuk kom pas mundësi me bas një pyetje për shikuesit tonë. A ma shpjegon çka është trauma? Trauma është që ajo thash gjurma që kalon një ngjarje ma heret në jetën tonë, dhe që është shtrujt në trup edhe ndjenja. Në mënyrë të pavetëdijshme është shtrujt, për shembull, ka ndodhur një ndeshje në komunikacion, ti ke qenë fëmijë, u bën një zhurmë, u bën një tronditje. Okej, ndeshja ka kalu, po ka me gjurma e kësaj ndeshje në qenien tonë. Edhe tash ti ka mundësi mas disa viteve ti kur futesh në vetur ose futesh në kerr e një farë lëviz diçka, dalin njerëz, kuqitesh diçka, dridhet trupi edhe s'din çka ka ndodhur me ty, se kupton. Edhe njerëzit kur nuk e kuptojnë traumën, edhe nuk e kuptojnë çysh krijohet ajo dhe çysh cilat janë simptomat e saj, mendojnë që mbas ka hi dreçi, mbas ka hi ndaj far gjini, ndaj far shejtani, ndaj far djalli, edhe shkojnë me fry, me pshty, me hajmeli, me ujë, me gjana tjera dhe po, ai që e ka qëtë drejtim, thot po të kanë hitë në trup gjent edhe mundohet mja hek. Po s'është gjini në fjallë, është në pyetje një energji që është bloku edhe një traumë që po lëviz. Jo të ka hi shejtani, po ku për denti, hapave. Sot në për spitalet, ose në për klinikat, ose në për qendrat e psikoterapisë, kjo është një energji që është bloku, nuk ka asë një gjend, nuk ka asë një shejtan. Atje që po të shkakton të lashe. Shiftash nuk po du me mohu në asë besimin e tjerëve, thjesht kjo është menimi jam, unë e respektoj menimin tjetër, se ka drejt njeri me besu për shembull që, okej, një energji, unë e kam parasysh që këto mendimet e magjisë sot po mundohen më shpjeguar në forma moderne, edhe pse nuk ka për to zbulime shkencore që i dokumentojnë, mundohen me shpjegua ja me energji, ja me bioenergji etc. Po unë po du me mu thirrë ka gjana që janë zbuluar që ato janë më të sigurta. Që ato që i ka zbuluar shkenca që ato janë më të sigurta. Ato të cilat janë fol në kalumen, që janë sehire, që janë prekje, yshtje, sot po shpjegohen shumica dërmuese e tyre, po shpjegohen në mënyrë shkencore. Pra, sa japim shpjegime qiellore ose supersticione ose shpjegime të mrekullueshme, hajde ti shpjegojmë në mënyrë shkencore se po ka mundësi. Sot shejtanin tënë që ti po thunë, ti ka hi shejtani si ka hi gjini, ai specialisti e shnosh me një seancë, me një ngjeshje, me një terapi, me një teknikë të frymëmarrjes, e qetëson edhe rehabiliton klientin, ti po i thun ka hi gjini, ka hi shejtani, nuk po m'pëlqejnë nuk po m'bojnë sens, vetë jam teolog, vetë unë edhe kumbarokje një kod gjatë, ju morë me këtu sene, vetë njerëzve i kumbarokje në xhami, ju kum këtu Kur'an. Amo gjithmonë kam qenë skeptik edhe kur ju përballë me shkencën, me dhëna shkencore, më ka rrit që kjo, si me thonë,
ide dhe e kom avancu, edhe jam të avancu. Ndoshta do ta shkruaj edhe një libër të ardhmen për këtë çështje. Do dalim më vonë të ky libri që i ke shkruar me shumë informacione brenda dhe që të ka marrë me siguri shumë angazhim. Po. Disha më ta bëni pyetje po e harrova, edhe unë në kuadër të kësaj më ron mend që tash. Nuk ka përgjigje për gjithçka. Po jo. Po pyetja unë do të më pas sepse për këtë dhe jam këtu. Në një psikoterapistit. So i thith energji një klient kërë ka përballë dhe në dite ose brenda 24 ore, deri në sa klienta mundet me i trajtu në mënyrë shumë serioze, me i trajtu problemet, brengat që ta i kanë. Keni të kufizuar Unë nuk po du më thirr hala si psikoterapist i diplomum se nuk jam. Jam nën po je aty trajnime në drejtim, por nuk jam i diplomum. Janë trajnerat tonë që janë më të aftë se sa unë që po shfrytëzoj rastin mi përshëndet gjithë edhe për ty ne kam përfituar shumë edhe jashtëzakonisht shumë. Thash njeri nuk shërohet veç tu i dit më shumë, po thjesht shërohet tu i ndi ma thellë. Qëto, krejt psikoterapia, pra terapia për psikikën tonë është që na me ndi thjesht që të anë edhe me dhonë vesh me dëgjua. Kjo është, të më thonë, unë po eftoj që ashtu që vetën e kom dëgju, po eftoj krejt ata që bëna dëgjojnë, hade ta dëgjojnë vetën tonë, ta dëgjojnë brendësinë tonë, ta këshyrim ai driloni mrena atje çka ka, diçka ka ngec. Hade ta marrim bashk edhe ta rrisim atë drilonin e vogël që po lëngon diçka. Duhet me pas shumë kujdes që edhe me dëgjua dhe ato, ai nuk kupton me logjik. Pra po them, duhet me shku te ajo, me rrit drilonin, me përqafu drilonin, me dash drilonin e vogël, edhe me thonë tash e rrit edhe hajde bashkë, shkojmë edhe të vazhdojmë jetën. Sepse shpesh herë një pjesë jona ka mbetë që atje edhe, është një gerç. Për këtu që po bisedojmë drilon, unë e shoh shumë qenësore edhe shumë aktuale, shumë problematike në aspektin, sepse pa dashur me i përmend këto përfundimet e njerëzve që po përfundojnë me vetë dëshirë, me fatalitet, edhe me siguri pa ardhur deri pa ju grumbullu do shumë gjëra, nuk e arsyetoj asnjëherë një veprim të tillë, po unë besoj që kom një edhe disa të moshuar, disa pleq të thonë që njeri pa lujt me mendje nuk e bën atë veprim. Por unë e shoh edhe si shoqëri, edhe si gazetar, edhe si nanë, edhe si kolege, si bie dikujt e çka do qoftë, e shoh që jemi në një proces, në një moment që jemi në gjendje për shembull më shumë me kontribu financa pare, se si dukemi nga jashtë, se sa me shku disa orë, javë të tëra me shku me trajtu gjendjen mendore. Dhe kur them gjendjen mendore, sepse unë mendoj që çdo veprim sot vjen nga mendja, pak vjen nga emocioni, po kjo nëse s'ndërlidhet që thatë më herët kemi pas shumë problem. Dhe jo rastisht sot e kemi diskutu këtë temë edhe jemi të folë për gjykimet, kush nga ne i bën dikujt tjetër, edhe që unë mendoj që edhe me fejs lame nga ato që kam lexu nuk lejohet me gjyku tjetrin, ose me tregu se çu duket edhe gjitha ato. Edhe psikoterapia me siguri po e shpjegon se kur kush jemi na me tregu se kush je ti ose kush je ai. Ne do të më mundu me kuptu çka ka shty filanin nëse fistekon me bën çet veprim. Unë ka për shembull si sa të kujtoj një grua dhe më tha Drilon tham shkoj jeta, tha u shkatrova, kam qenë dashnore. Kam qenë manipulume, kam qenë shfrytzume. Unë ja bona thash ti nuk ke qenë shfrytzume. Ti thjesht ki vlerë edhe krejt që kjo ta ka dhënë një mësim. Ti ke përjetu gjana, merre mësimin edhe hajde ku do me shku tash e tutje. Pra një person tjetër si sa më kujtohet tha ka vdek nana, tha edhe unë gjithmonë i kom thonë vetë ti i fort mos kaj. Tha mo kur nuk i më shliru. Edhe kur i thash edhe heshtja jote, thash është lët. Edhe burri thash edhe pse është burr, thash nuk është marrë me kajt, ja plas i vajt. Përjetoj një katarsisht, një shlirim. Edhe unë niva mirë se një pyetje ose një klik i vogël, dikush po qetësohet, po shlirohet. Pra, që kjo rrugë mu më ka mësu që Zoti nuk flet gjithmonë përmes libra, flet edhe përmes lotit. Edhe nuk ka shërim pa endi. Nuk ka shlirim pa endi. Hadi ti ndim, pra anët e tona dhe ti jem okay me çet anën tonë, pra ta pranojmë veten me krejt ato të mirat edhe në thojzat këqija që i kem. A dalim pak të librin? Po dalim. Ti një libër goxha kështu voluminöz në aspektin quhet me titullin
Unë po du me ta bëj dhuratë ty në fund të emisionit edhe po du me ta dediku. Po janë studimet e mia, janë vëllëmtimet e mia 10 vjeçare. Është një udhëtim mes filozofisë, mes shkencës, mes gnosës dhe teologjisë. E kom qujt një epik takimi i oqeaneve, librin e kam botu para 2 vjetën të vërtet, janë studimet e mia. Ku mund ta gjejnë lexuesit të interesuar? Tash është panajiri edhe një javë 2, edhe besoj që në panajir kanë me pa. Kam bashku shumë temat ndryshme, kam fol shumë gjëra interesante për ata që interesohen më shumë për filozofinë, për teologjinë, për rrugën sufiste e misticizmin. Kanë mujnë me gjithë veten disa vene të librit. Se di është një udhëtim. A është dalë në Tiranë, në vende të tjera, në vende të tjera në jo, fatkeqësisht nuk kam shku me shpërnda shumë, kam pas më shumë mënyrë veç një librari është ide që tash, edhe në qendër ka qenë te një kiosk aty. Vjet ka marrë pjesë në panajër dhe si vjet ka me marrë në panajër. Ta këshyrim, është një libër i mirë. Çka do të thotë titulli? Titulli thotë një pikë takim i oqeaneve. Ç'i bjen? Para mendon një pikë takim i oqeaneve, sa është i madh oqeani e ti? Po, janë një pikë. Jam mundu mi lidh 5 oqeanet e botës, që është rrafshin tema është filozofia, është një oqean, shkenca, teologjia, teozofia dhe gnosa. Amo kjo është vish një pikë. Edhe pika ku takohen këto oqeane, amo kjo është vish një pikë. Një pikë takim, pra kjo pika jame, nuk do të thotë që s'takohen dikun tjetër. Takohen dikun tjetër, por kjo është pika që shumë e kom pas rruga, që unë i kom ra edhe kom kalu që kënej, janë disa studime të mia, disa hullumtime të mia, disa shpjegime, interpretime të mia edhe për Kur'anin, edhe për shkencën, edhe për filozofinë islame dhe perëndimore lindore. Mundu mi lidh disa dete, disa qane me një lidhje mendore, logjike. Po më pëlqen, unë më përpara, edhe tash e kam në fakt, nuk e di pse si, nuk kisha me qujtë Dembeli, në base Drilon, po kretë librat kër i pajsha që janë kështë ma pak mas shkurta, i masha ma me qef me lecu. Se në bast, po mi vetrosha, por po të premtoj që di që mësoj shumë nga kjo, sepse në gjatë bisedës po e shoh që kemi shumë nevojë. Ndashta kom gabu që e kom rrit shumë, librat e tjera kam nërmend mi shkurtu, se njerëzit po tutën për i volume dhe të mbaha. Prej gjonave që shihen më të mëdha edhe në realisht libri ka qenë shumë më i madh, po e kom zoglu edhe s'kam mujt me zoglu, se më dhimbshëm i hek temat e mira që i ka pas. Nuk kam mujt me, nuk e di, nuk bëjke me shkurtu qëtë librës, se di, ndashta kom. Shumë mirë, jo e dini më së mirë në këtë aspekt. A është botimi i fundit? Po. Por a ki pasur edhe botimet e tjera, ose a ki në plan që të kesh botimet e tjera? Do të ketë botimet e tjera. Jo, në vërtet në fakt është vetëm botim i parë. Po mendoj me bë edhe një botim dytë dhe librin e kanë marrë disa doktora të shkencës edhe dojnë me ma dhënë një vlerësim edhe botimi i dytë do të botohet edhe me vlerësimet e tyre, inshallah. A ma të regon edhe një pyetje kështë po dalë, ka të bëjë edhe me fenë edhe ma shumë me psikoterapinë. Ndisha. Drilon, halin më të madhë, si shoqëri, kur po them kështë po marrë kompetenca shumë, po të po ku jemi dhe çka jemi. Na thonë për me kuptu tjetër mas mirë nisu nga familja, edhe shef se ku jemi në kojshi që ka, ashtu është. Sa të ndikon, ose sa nuk lenë me i zgjedh problemet, ideja ose mendimi që mos më këpëtu me mendu ndryshe nga i tjetri dhe qka nëse më perceptona kështu sepse i tjetri nuk mendon kështu. Këto e ke përjetu në praktik, sepse momentin kër ke jep mendimet tjera në bik, atëherë je suspendu nga puna, pse ti po mendon ndryshe nga kjo. Ti bile mas mire din qka është me mendu ndryshe nga turma, kur them turm, dyqysh perceptohet një farë havi njerëzve që të përshim, po momentin kur del nga 10 veta ndryshe ti shihesh ose gjykohesh, ose edhe suspendohesh edhe tërhiqesh. Çfarë do të më bëj sot që na me marr vendime edhe me shku drejt rrugës ku na mendojmë që çaja është e jona. Edhe mes me u ndiku, pse të tjerë thonë pse ti kështu ose ti kështu. Kjo ka të bëjë me problemin e identitetit edhe me vetvlerësimin edhe vetbesimin e ulët që na kemi. Edhe nuk besojmë veten tonë, nuk besojmë vlerat tona. Nuk i njohim ato. Ajo që neve na mësën që me ndërtu qëtë identitetin tonë të fort, është me njohë mas pari veten. Mu thellu të vetja jonë edhe fillon prej vetës.
Prandaj ajo fjala e shajt që unë gjithmonë e përmeni shpesh është kush e njeh veten e ka njoftë edhe Zotin. Fillon prej vetes, prej brendësisë tonë. Se s'ma kujtova edhe tregimin e Nasradinit, unë po du me përmend, Po. nëse më lejohet. Patjetër. Edhe Nasradini neve shumë sene na e kam mësuar mënyrë shumë të thellë realisht. Thuhet ka qenë hoxh, thuhet ka qenë she, dikon atje Po. Varet që kanë. në vendet e Turqisë të Irakut. Ka qenë i përndritën edhe thot është nis me djalin e vet me gomar, me shkum pazar. Edhe rrugës e kanë kap për kërpeshi, gomarin edhe po shkojnë një grup njerëzve po i përqeshin. E kanë marrë një gomar në vend se me hip një anë i pytyne. Edhe i thot Nasradini djalit, hipi djali jam ti, gomarit edhe ka baba kërpeshin edhe ecin. Po tashti dëshirat e njerëzve nuk kanë ndalën, edhe një grup tjetër i thonë që çfarë budallë Nasradini, në vend se me hip ky vet gomarit, e ka hip djalin, djali vet është më i fortë se ky plaku. Ja prish shqetësinë dhe i thot djali zhdrep ti edhe hip baba. Djali për kërpeshin një grup tjetër prapë gjykojnë edhe e shajnë. Në vend se baba që është i fortë edhe i fuqishëm me e kap për kërpeshi e ka hip djalin. Pastaj i kapin e hip dytë. Edhe Nasradini edhe djalit dytë i hipin gomarit. Po. Një grup tjetër pastaj thonë që dy gomar i kanë hip një kafshë shkretë shkokordhu. Po, do thotë që do të qoftë kanë me gjetë. Çka me bë, edhe në fund opsioni i fundit që ju ka me tash me kap magarin në shtëpinë. Edhe thot djalit vet kape biro gomarin për kamve të para edhe kanë hip në shtëpinë edhe po shkojnë midis pazari krejt njerëzit ha hi Nasradini u bë budallë ka hip gomarin në shtëpinë. Edhe kish pas lënë fjalë Nasradini edhe thot vallahi thot burra thot është e vërtetë që nëse ju dëgjoj juve unë kam me marrë gomarin në shtëpinë. Djalë thot hiqe gomarin fillo që kem përpara se fjalët e hallkut nuk nalen kurrë. Ky gomarin në shtëpinë kanë qenë fjalët e hallkut. A shqare, po. Realisht fjalët e hallkut janë gomar që na e bëjmë për sronin shpinë, jo çka tha filani, jo çka çysh po më the fistekja, mu që tash çysh po më shen publiku, mos po flas diçka hashamet, mos po flas në halife, po edhe wow, çysh po më don me mshir ai, edhe gjithmonë vujm sepse mi plotësua dëshirat e tjerëve e kur dëshirën tonë s'pe ja plotësojmë vetit. Prandaj hajde të kthejmë te vetja, hajde të kthejmë te ndjenjat e tona, të jemi kompakt konform me veten tonë, pak rëndësi ka çish na shohin, sepse kur ti smundesh me i përmbush dëshirat e tjerëve. Nëse nuk i përmbush edhe të obliguar. Po, as nuk jemi të obliguar, asnjëherë, absolutisht. Me që jemi në festë Drilën dhe sot është dita e dytë vjen kështu e Kurban Bajramit, unë di që më herët shumë besimtarë kanë prej kurbane, kanë marrë, kanë harxhu parë, kanë besu në këtë këto në kurban. Disa ka pas mendime që mos harxho parë sepse një kurban ose prerjet kurbanit mundesh me bëj gjatë gjithë vitit dhe gjitha këto ide. Shumë shkurt tregom se nuk po duam të marr kohën në këtë aspekt si fetar në këtë rast, prerja e kurbanit një çka do qoftë, dikuj që ja dedikon. Sa është e nevojshme dhe sa kryen punë shpirtërisht tek ata të cilët ja dedikojnë, kjo ndahet në pjesë. Një pjesë e mban, më të voglën e mban për veten e familjes apo jo. A duhet me bëj çfarë? Është një traditë fetare therrja e kurbanit që nga koha e Abrahamit, Ibrahimit alayhis salam. Dhe po bëhat në Bajram. Me qara fjala në po shfrytëzoj rastin mja urru gjithë besimtarëve dhe gjithë njerëzimit festën e Bajramit, sepse nuk është vetëm festë e muslimanëve, po festë e njerëzimit. Është një festë që kurorëzohet haxhi edhe vizita e shtëpisë së Shrejt atje në Çabe, po gjithmonë në aspektin e islamit ezoterik, filozofisë islame kam qenë që të sani mi kuptu ka pak edhe shpirtërisht. Për shembull unë kam thënë atje që Çabia çashtu që është jashtë është edhe mbrana. Guri i zi është atje, që duhet më shkuti me përshëndet, po një gur mundet me kanë edhe zemra jote, është e bardha, është e zezë. Kurbani, është therrja e kurbanit, po kurban do të thonë sakrificë. Sakrifica më e madhe që na muj me ja dorëzue Perëndis është shpirti i pastërt. Hajde ta bëjmë kurban se me thonë atë egon tonë, ato vestet e tona, ato dhimbjet tona, ato telashet tona, ti bëjmë kurban edhe të çlirohemi pytyne edhe ti dalim Zotit faqebardh. Pra, kurbani nuk e ka vetëm kuptimin e mishit dhe sakrificës fizike, po ka edhe
kuptimin e sakrificës shpirtënore, pra me bë kurban të qenjen tënde për hir të idealit të Zotit, shpirtit, rrugës së përndritjes. Edhe kjo është një kurban. Bilem kjo kurban më i rëndë, më i vështirë, me i therr, si më thonë, me e therr ato tmetat edhe veset e tua, me mujt një ves, është kurban shumë më i madh te Zoti se sa me e therr një kafsh. Kjo është kurban më i madh. Bile në Kur'an me decidiv nëse kisha guxuar me thonë në mënyrë shumë të thellë, nuk përmendet kafsh në Kur'an, kurbani. Përmendet një kurban sakrificë, pas përmendet therrja e kafshës. Dashin në Kur'an nuk ekziston. Unë sfidoj dikon që nëse ma dëgjon dashin. Aty thot një sakrificë e madhe, Abrahami e ka bërë për Zotin, e se cila ishte ajo tani ka shumë mendime. Disa thonë ishte një kurban, sakrificë kafsh, disa thonë ishte nefsi i tij, pra personal, ego e tij, tmetat e tij, virtytet errësirat e tij që i sakrifikoi për hir të Zotit edhe u përndrit. Edhe kjo është një kuptim më i thellë filozofik, po kjo është temë tjetër, inshallah, mund të diskutojmë një herë tjetër. Shumë mirë, shumë mendime, shumë kundërshtime mes kësaj. Unë kënaqesha shumë edhe mësoj shumë kur kam përballë njerëz që ideologjit i arsytojnë edhe në praktik në këtë formë çfarë po e bën ti tash. Unë falenderoj tepër shumë në këtë festë edhe për librin që po ma dhuron. Me siguri pas emisionit do të më shkruash apo jo me nderim edhe me shumë falënderime do ta marr Drilon. Faleminderit shumë edhe unë jam i sigurt që nuk do ta kemi intervistën tonë të fundit sepse në praktikën tuaj me klient edhe në psikoterapi unë besoj që gjithë do të kemi nevojë që të sjellim përvoja, praktika nga ato se çka ju dëgjoni, praktikoni dhe mësoni nga klientët që vinë me shumë shqetësime te ju apo jo. Inshallah jemi shëndosh edhe me gjithë qef, faleminderit shumë për emisionin, unë nuk kënaqa për veti, po ndina shumë mirë. Faleminderit shumë edhe një Drilon, falenderoj tepër shumë. Edhe urime festa, uroj që të pritni shumë festa edhe të tjera. Inshallah, gjithmonë me kënaqësi, çashtu që është Bajrami me omëlsina, atëherë t'ia thojmë njerëzve fjalë të mirë të omël, edhe të vizitojmë familjarët e tonë edhe mos u nalën në festan e gëzonu. Të dashur shikues, patëm një intervistë që për mua të paktën solli shumë përvojë, shumë praktika, shumë histori të cilat e na lajnë edhe na bojnë me mendu që a jemi të vepru njëjtë, a duhet me vepru veç çka kemi lexu, apo çka është argumentuar, çka është praktikuar. Me këtë libër nga zoti Drilon, që e pata shumë knaqësinë ta pranoj, ju uroj festën e Kurban Bajramit edhe uroj që të festoni shumë festa të tjera e të jeni bashkërisht edhe në momentet kur kemi gjithë gëzime edhe falënderime për njëri tjetrin. Në vikendin e ardhshëm do të takohemi me një tjetër mysafir, deri atëherë mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.